Brenda vetëm një dite janë regjistruar 4 raste të dhunës në familje në rajonin e Gostivarit, një dukuri që pasqyron tensionet e thella dhe problemet sociale që nuk po trajtohen mjaftueshëm. Kërcënimet, sulmet fizike dhe sjelljet agresive në mes anëtarëve të familjes tregojnë se konfliktet e përditshme shpesh përshkallëzohen në dhunë, duke kërcënuar sigurinë dhe stabilitetin e familjeve dhe duke ngjallur shqetësim në shoqërinë në përgjithësi. Në rastin e parë që ka ndodhur dje në orën 16:10 në departamentin e punëve të brendshme në Gostivar, një grua 35 vjeçare nga Kërçova ka raportuar se për shkak të një mosmarrveshjeje të mëhershme, ish bashkëshorti i saj me inicialet EI e ka kërcënuar dhe është sjellë në mënyrë agresive ndaj saj. Në rastin e dytë që ka ndodhur po dje në sektorin e punëve të brendshme Tetov, një 21 vjeçar nga rajoni i Gostivaret ka raportuar se në shtëpinë familjare babai i tij GA është sjellë në mënyrë agresive, ka thyer sende dhe ka kërkuar para nga anëtarët e familjes duke i kërcënuar ata. Autoritetet thonë se janë ndërmarrë masat për zbardhje të rastit. Ndërkohë gjatë natës në orën 4 në stacionin policor në Gostivar, një grua 44 vjeçare nga rajoni i Gostivarit ka raportuar se për shkak të një mosmarrveshjeje të mëparshme, vëllai i saj e ka sulmuar fizikisht. Dhe në rastin e 4 që ka ndodhur mbrëm në orën 12:55 në rajonin e Gostivarit, zyrtarët policor nga sektori i punëve të brendshme në Gostivar kanë privuar nga liria AR, 21 vjeç nga një fshat i Gostivarit, pasi më parë ish raportuar nga bashkëshortja e tij e pamartuar, 23 vjeçare, se ai është sjellë në mënyrë agresive dhe e ka sulmuar fizikisht, duke përdorur edhe mjet të mprejtë. Pas dokumentimit të plotë të këtyre rasteve, ndaj autorëve do të ngriten kallëzime përkatëse, njoftojnë nga policia.